kanë mu ullë ata të cilët se kanë pa Rasulullahin s.a.s. Kanë mu ullë në gjennet me ta, kanë me bo muhabete, kanë me i kalzu, ja Rasulallah, dynja kem bo kështu, kem bo kështu, kem bo kështu. Wallahi billahi, nona e baba e vlau e gruja e fmija e krejt kanë me harun ditën e kiametit. Rasulullahi nuk të haran. Rasulullahi s.a.s. nuk ka më uqenit dyrët e gjennetit, pa u afruajt e dyrët e gjennetit. Pa hi ajnë gjennet, s'mundet kur kosh me hi në gjennet. Pa ardhaj me trokit derën e gjennetit, kur kosh nuk mundet me hi në gjennet. Edhe pas kësaj, shkan me u hap gjennet live dyrt. Ja u hap dyrt gjennet live Zotin Abu Betune e Rabbel Alemin. Hin thot krejt në gjennet. Kur hin krejt gjennet, aj nuk shkan mu rahatu me shku me gjithë. Se shka gjenneti? Gjenneti o qa syni s'ka pa, qa veshi s'ka ndëgju, qa mendja njeri s'mundet me imaginu. Nuk shkan me vrapu pas knacive, pa e ka gajlen të ymeti vet. E ka gajlen të tje dhe të une. E ka gajlen të tje dhe të une dhe kthehet shpejt. Se e shë që ka prej ymmetit ti, hala nuk jën hinë gjennet. Ka prej ymmetit ti, se jën hinë gjehnem, jën të denu në gjehnem. Thot shkajt e arshi Allahu subhanahu wa ta'ala, fa akhiru sajida, bin sejde. E falendrejt Allahun, e madhrej Allahun me falenderime dhe madhrime që asnjerë se kumbo ato. Thot më thuhet, ja Muhammed, irfa resek, o Muhammed, ngrit e kokën, sel, tuqta, lyp, komu të jep, kërka, tjepet. Thot, ummeti, ummeti jem. Subhanallah, që qakri Habib, kë Rasulullah, nuk ka me karu ty, vallahi, billahi, kur ka me karu edhe nona dhe baba. Vallahi, billahi, nona e baba, e vlau e gruja, e fmija, e kejt kanë me karu ditën e kiametit. Rasulullahi nuk të haran. Nuk të haran Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Te Allahu bën sejdë, i thot ngrit e kokën, kërkosh ka kërkon, do t'jepet, ndër me çfarë do të ndër me çfarë, thot ummeti jam. I thot Allahu, thot, po çka po kërkon, thot për ummetit ton, çka po lyp? Thot, po du me hi prej derës djath gjennetit 70.000 herë 70.000 po llogari. I jepet kjo Rasulullah s.a.s. E shë pejgamberi s.a.s. sa apet ka në gjehnem, apet shkon i bën sejdë Allahu subhanahu wa ta'ala. E falenderon Allahun edhe madhron, i thuhet kërko, do t'jepet. Thot, qka dëno Muhammed? Thot, ummeti jam. Thot, qka? Ndërmjet së kështu, thot, 5 herresh të azishkan Resulullah s.a.s. ndërmjetësim. Deri sa nuk del i fundit prej ummetit ti, prej besimtarve. Njeri i fundit. Që kjo i fundit që hyn gjennet. I fundit. Del njeri i fundit, mo që kam bet prej ummetit ti, prej besimtarve. Në gjehenem del. Edhe kur hin edhe kjo hadith është shumë i bukur, për kur i vjen rendi e përmendim. Kur hin edhe kjo në gjennet, atër Allahu i thot, ja Muhammed hel radit, o Muhammed, au kënache. Thot, po ja Rabbi. Kur është të fundit që ka hin gjennet, thot, po ja Rabbi. E disa ulema kër e kanë përmen këtë hadith, ka thonë, këto e vërteton vetë surja o duha, o lesofe ju otike rabbuke fe tërda. Thot, ka me t'jeb Zotit ty, atë shumë ka me t'jeb sa ka me t'bo mu koni knashen. Ka thonë, qka është, a i saj së kon njeri që e ka lyp. Wallahi kur se ka lyp për veten. Billahi kur se ka lyp për veten. Wallahi ka jetu, jetën dynjë e ka jetu. Wallahi më i me thonë me plotët koj, fukaraja ma i man dynjë kun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi billahi nuk është ngi barki i këti kur s'është ngo. Wallahi billahi barki i ti kur ngop s'është. Kur goja e ti se ka kërku millin e barë, kur s'ka hëndër millin e barë. Kur bashkë që kanë bon shpin e ti hurmat edhe uji. Ja ka pas veç hurma, ja ka pas veç uji. 4 muj ditë së zhdhe gjakin shpin e ti. Me padosht dynja, pasha Allahun pej lukve dukatit kish hungër. Atë shumë e kanë dosh sahabet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi billahi me dukat e këshin bo me hungër. Po nuk o kona i kësi. Aj këtë gajlen e ka pas kjo fe mi u arrit njerëzve. Këtë gajlen e ka pas mi u arrit dini i Zotit njerëzve mu adhuru Allahu te bareke wa ta'ala. E qysh mos me dash na këtë bun, pasha Allahu nuk ka nder ma të madh, që është bo nder për ne ma të madh, se kur na ka bo për ummetit ti, e Allahu mos na largof pej haudit ti, Allahu mos na largof kur pej sunnetit ti, Allahu na bof nasib me pa ftyrën e ti të bukur, me ndajt me ton gjennet që shohar në hadith,
Ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë mu ul ata të cilët se kanë pa Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, kanë mu ul në xhennet me ta, kanë me bo muhabete, kanë me i kallzu ja Rasulallah, dynja kem bo kështu, kem bo kështu, kem bo kështu. Wallahi billahi, kjo është shërefi më i madh. Që shka thonë një prej poetëve kër e ka përshkru nderin që do të thot në qenë ymmeti Rasulit, ka thonë që më ka bo mu me qenë i ndershëm e krenar, sa që thot kondasht me themrat e mija me i shkel yjet, kur jom hinder fjallën tënde o robrit e mi, edhe me ke bo Ahmedin Nebi, Muhammedin pejgamber. Kjo shërefot dashurit e mi, këtë nder kës blehet me pare, kënder blehet me praktikim të sunnetit pejgamberi s.a.s. Zotin na bof pejtune ja Rabbel Alemin, na bof me jetu me sunnet, na bof të me qartë sunnetit, na bof pe atyne që e shpërdojmë sunnetin e pejgamberi s.a.s. E na martë Allah i shpirtin sunnet ja Rabbel Alemin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alemin. حاشاك يا حبيب الله، حاشاك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا ولي الله.